Kështu që sot ndihem shumë mirë dhe shpresoj që edhe tjerë le të marrin goximin, le të kanë vetë besim që me dalë të tregojmë Kosovës, të tregojmë botës se ç'na ka ndodhur. Mos të heshtëm se faji absolut nuk është koni jonej. Sa i përket ditës së sotme, unë jam e gëzueshme që kena arrit me dalë edhe një mashkull, sidomos prej Drenicës, se ne e dimi se si është mentaliteti i shqiptarëve. Ka qenë shumë e vështirë, unë me Danin kam folë që 6 vjetë non-stop, edhe para se me i treguaj grus vetë, unë i kom thënë që është shumë mirë nëse mërë goximin që me folti me gruan, sa aja ka me të përkra shumë. Ka dalë vasie, jetu na thonë që ty të ka kallëzu para se mi kallëzu grus vetë. Po. Unë më kujtohet shumë mirë kur më ka shkruar dhe më ka thonë vetëm po kam që me bisedu me ty se jam viktim, edhe ato për ato e ku më jap numrin, unë ka rëthirë, edhe tash mundesh me bisedu me Danin shumë shpesh, unë ka marrë në telefon, ka qenë vonë, ose në Amerikë, ose në Kosovë, edhe ai ka dalë me hec, ka dalë prej familjes, që mos më kuptu, edhe me folë me mu, edhe ka qajt, e kemi qajt bashkë, edhe ai ka marrë goximin me dalë, se unë e kam japë ati kur ajo të madhe. Kështu që sot ndihem shumë mirë dhe shpresoj që edhe tjerë le të marrin goximin, le të kanë vetë besim që me dalë të tregojmë Kosovës, të tregojmë botës se ç'na ka ndodhur. Mos të heshtëm se faji absolut nuk është koni jonej. Vasie the diçka shumë e rëndësishme në fillim, që edhe po më pëlqen që ti s'knaqesh me pak, the o marr vendime për me zgjat ç't komision, po unë po e du me qenë pa afat. Ç'kjo një. E dyta që më la përshtypje është që po kërkon, e s'po du me kalu pa e potencu që po kërkon prej komisionit me pas vëmendje për shkak se prej 2225 kërkesave për njohje statusit viktimës, 359 janë refuzuar. Janë pranu vetëm 1748 kërkesa. Dhe që kanë orë njerëzit të kanë anku. Çka është hapi arshëm? Çka duhet me ndru në komision ti si aktivistja më e madhe kësaj punës? Je mu veç e mjetuar, aktivist je, se jetu punu, e lobu, e avoku, te politikan tonë me ndodhë kjo. Me ndodhë çka ndodhi sot. Po megjithatë, po du me të pyet, përveç zgjatjes afatit, pa afat, çka tjetër duhet me ndru që të qasjen që e kemi ndaj viktimave? Komision edhe tutje. Jeta nuk është si raport që në kam kërku prej qeverisë, komisioni me të gjitha rastet, se me të vërtet është e torpshme, mos me të njëft, vujtja, dhimbtja. Kena viktimat që kanë dëshmi, kanë dokument mjekut, ka pas dëshmitar, edhe ato nuk marrën parasysh hiç. Edhe është tjetra, se si trajtohen viktimat para komisionit. Viktimat kërkojnë dinjitet shumë më trajtu, edhe me respekt. Komisioni ato pak nuk është që më kanë fort për hatri, sonë edhe foli. Do të me marrë masa se komisioni, ose më ndryshu, ose me pas diçka tjetër në komision që e shikon qatë komision, se si po dodhin që këto gjëra më refuzu gjitha ato raste. Po këto është edhe shoqatat e kam bërë të vetëm, po edhe ma shumë si shoqata si krejt, duhet me kërku prej komisionit që mu aprovu rastet e jo mu refuzu gjatë.